Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Receta që do të përgatisim së bashku është supë me patate dhe prosciutto. Ndërkohë ju mund të shtoni dhe çfarë perime tjetër të dëshironi. Fillimisht grim prosciutton në kubik të vegjël. Në tenxherën ku do të përgatisim gjellën, shtojmë një lugë gjelle gjalp dhe më pas shtojmë prosciutton për ta skuqur atë. Ndërkohë grimi sheh mesatare. Dhe disa thelpi një hudhra. Prosciutta që tashmë ka marrë ngjyrën e artë, e largojmë nga tenxherja. Shtojmë pak vaj ulliri dhe fillojmë të kaurdisim qepën. Ndërkohë që qepa kaurdiset, grim në kubik të vegjël 1 kg patate. Qepa ka marrë ngjyrën e artë që dëshirojmë, shtojmë hudhrat e grira dhe menjëherë shtojmë patatet që i kemi grirë në kubik. Unë këtu kam 1,5 litër lëng mishi, por ju mund të shtoni edhe ujë. I lëm që të zjenjë. Derisa patatet të jenë zbutur plotësisht. Siç e shikoni, unë jam duke i kontrolluar me lugë. Patatet tona janë gati. Largojmë tenxherën dhe ashtu të nxehta i frullojmë derisa patatet të bëhen kremoze. Siç e shikoni, janë kthyer në krem, menjëherë i kthejmë në val dhe shtojmë 200 gram pana. Shtojmë prosciutton. Supa është bërë kremoze dhe më besoni se ka shije fantastike. Shtojmë krip sipas dëshirës dhe piper të zi. E servirim dhe është gati. Faleminderit që më ndoqët dhe mos harroni të bëni subscribe.